e Roland Barthit me titull Romane dhe fëmijë. Për të kuptuar diçka më shumë, do t'ju lexoj edhe një copës tjetër nga eseja. Po të zësh besë revistës Elle, e cila përmblidhte në një fotografi 70 romanciere një herësh, firma letrare përbën një specie zoologjike krejt veçantë. Pa dallim, ajo pjell romane dhe fëmijë. Shënohet për shembull Jacqueline Lenoir, 2 vajza një roman. Marina Gray, një djalë një roman. Nicole Dutrey, 2 djem, 4 romane. Pra janë produktet e shkrimtareve femra, librat dhe fëmijët. Nuk flitet për burrat në këtë mënyrë, vetëm për gratë dhe këtu hapet një diskutim shumë i madh. E megjithatë ne sonte nuk do të flasim vetëm për këtë argument, do ta cekim sigurisht, por do të flasim edhe për të tjera argumente që Roland Barthi ngre në librin e tij Mese mitologjitë moderne. Libri prej pak kohësh është në librari, vjen i përkthyer nga Persita Aslani, që të gjithë ju e njihni si drejtoreshën e bibliotekës kombëtare. E kam ftuar në studio. Zonja Aslani, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit. Në fillim dua ta nisim bisedën tonë me arsyet e kësaj zgjedhjeje. Pse i jeni drejtuar Roland Barthit, pse pikërisht këtij libri të tij, sepse do ta pranojmë, nuk është një relaks para kompjuterit përkthimi i këtij libri. Po është e vërtet, është një sfidë e vështirë, po më thelb shumë e bukur, ndoshta edhe personalisht për mua, sepse unë jam doktoruar në Francë para shumë vitesh pikërisht mbi veprën e këtij autori, pra është një autor që jo thjesht e njoh mirë, por mbi cilin kam ndërtuar afektin tim dhe projeksionin tim gjithashtu shkrimor, dhe më jep mundësinë të them që kam një lidhje të veçantë me të. Dhe kjo ka qenë arsye pse botuesi, i cili nuk është ky aktuali, por një botues tjetër, nuk po e përmend emrin për të mos krijuar konfuzion, më ftoi të përktheja mitologjitë e Barthit, duke e ditur lidhjen dhe punën që unë kisha bërë me këto vepra. Por për arsye të ndryshme, shtëpia botuese nuk arriti të mbante impenjimin e saj, dhe të them drejtën, ky është një tekst, puna me cilin ka nisur për të përkthyer 5-6 vjet përpara. U nis, u la, u riktheva, kisha pengjet e mia. Për shkak të punave të tjera, kjo ka zgjatur, jo si ishte vështirësia e tekstit. Jo, nuk mund të them që është një tekst i vërtet do 5-6 vjet për të përkthyer, por për rrethana nga më të ndryshme, qoftë edituese, qoftë dhe të impenjimeve të mia dhe të vëmendjes që vazhdimisht zhvendoset në projekte të tjera, ky është një përkthim i kryer, të themi, kryesisht para 5 vitesh, dhe që pastaj erdhi duke u maturuar dhe bashkë me redaktimet shumë të rëndësishme që janë kryer gjatë përmes punës dhe ndihmës redaktorit tim Orges Azizaj. Le të qëndrojmë pak, sepse ja vlen të flasim edhe për cilësinë e përkthimit që u përket ju, por edhe për pastërtinë e gjuhës. Është libri është redaktuar, është i korrektuar, është një nga librat që rrallë, për sa i përket këtij aspekti rrallë i hasim në libraritë tona. Shpresoj, vjen mirë që e thoni, do doja të kishte më shumë libra të tillë që përkujdesen me shumë dashuri vetëm nga përkthyesi, por dhe nga shtëpia botuese, e cila në këtë rast punon seriozisht. Shtëpia botuese pika pas sipërfaqe e meriton vërtet një kompliment, sepse gjithmonë i japi një kushton rëndësi redaktimit sa shkencor, aq edhe gjuhësor të tekstit, dhe i lën librit kohën e vet për të pjekur dhe për të mbritur deri tek publiku dhe nuk nxitojnë. Po, le ta marrim, le të hyjmë pak në hollësi të librit për të përpjekur për të sqaruar diçka, edhe pse jo tërësisht, sepse as koha nuk na e lejon. Çfarë janë mitet? Pse portreti i Greta Garbos, pse Citroeni i ri apo truri i Einsteinit kthehen në mite? Si funksionon ky proces? Po, kjo është faktërisia që sjell Barthi kur boton mitologjitë e tij. Natyrisht ai shpjegon shumë mirë që në parathëniet e veta që nuk bëhet fjalë për mitet e antikitetit, por bëhet fjalë për disa fabula dhe disa projeksione të jetës moderne, tek të cilat ne ndërtojmë një interpretim të ri të botës, të pozicionit ton në të, në mënyrë parazitare. Pra, duke marrë një aspekt të jetës sonë të përditshme dhe duke i mbeshur asaj në mënyrë parazitare një kuptim të dytë, një kuptim të tretë. Pra, një gjuhë e fshehtë që komunikon përmes shenjash të fshehta tek publiku. Dhe ky është miti në kuptimin modern. Po përfitoj nga rasti të shpjegoj që Roland Barthi ka botuar në titullin mitologjit.
Pra, jo, mitet moderne. Pra, ky titull i përket botimit shqip apo jo? Pikërisht, shpesh titujt, sikundër se dini, përkthyesit kanë lirinë të gjykojnë dhe të arsyetojnë mbi komunikimin që sjell titulli, dhe unë u konsultova dhe me botime të tjera në gjuhë të tjera të Bartit, sepse është një përkthim i krahasuar në 2-3 gjuhë për të qenë sa më të saktë, dhe bashkë me botuesin dhe me redaktorin gjykuam që duhet shkojmë drejt kësaj formule në gjuhën shqipe, pikërisht për të krijuar ndarjen një herë mirë nga mitologjia. Pra, për të mos e ngatuar publikun, nuk është duke bler apo duke lexuar një libër që lidhet me mitologjinë antike, bëhet fjalë për një dije tjetër, për një fenomen shenjues, pra semiologjik, pra një fenomen që shenjon dukuri të komunikimit modern bashkëkohor, të shoqërive bashkëkohore moderne. Si krijohet një mit? Çfarë duhet të ketë një portret, të themi, një aktoreje për të shndruar në mit? Atëherë, miti krijohet nga nevoja për ta përdorur, nuk krijohet kot. Miti ka nevojë të komunikojë dhe të shenjojë diçka, pra të përcjell një mesazh. Natyrisht, mitologjitë e Bartit shoqërohen me procesin e kundërt, pra gjetja e mitit, identifikimi dhe demistifikimi, pra një lloj të treguari i mjeteve me të cilat është ndërtuar miti, pra një lloj mbrapa skene e teatrit, e aspektit teatror të mitit, për të thënë që kujdes, shikoni ku po manipuloheni në perceptimin tuaj dhe me çfarë mjetesh po ju tërheqin vëmendjen dhe po ju bindin që ajo që vjen është e domosdoshmja e jetës suaj dhe e perceptimit tuaj. Në fakt nuk është ashtu, nuk është e domosdoshme. Është një metodë për t'ju bindur, pra një metodë shenjuese, që ju përfshin në një iluzion. Dhe pikërisht demistifikimi është dhe një lloj prishje e iluzionit, prishje e magjisë, e cila bëhet me shumë ironi dhe me shumë mjeshtri nga ana e Roland Barthit, sepse nuk kemi të bëjmë këtu me tekste shkencore, janë tekste të cilat janë të natyrës eseistike, sikundërse e thatë dhe ju, pra që qëndrojnë në një status të ndërmjetëm, të një teksti komunikues, por njëkohësisht dhe fiksional, pra shumë element të besede vinë përmes aspekteve letrare. Dhe si tilla ato janë të bukura për të lexuar, janë joshse, por njëkohësisht ironike, të holla dhe inteligjente. Ironia është një nga elementet më interesante të këtij libri. Mitet moderne, me sa duket, duhen rrëzuar, ose ndoshta jo të gjitha, ose ndoshta një pjesë e tyre. Çfarë është që duhet mbetur dhe çfarë është që duhet rrëzuar? Çfarë duhet demistifikuar? Sepse të gjitha nuk duhen demistifikuar. Por, po të shikoni drejt cilit lloj miti ka shkuar Roland Barthi, e vëmë re që ai spunton, siç e thotë në parathënien e vet, e merr nga komunikimi. E merr nga mënyra se si shumë media të epokës së tij, kryesisht gazeta dhe revista, por edhe aspektet të imazhit, pra vënje në skenë teatrore apo postera, fotografish artistësh apo edhe pamje të kinemas, qoftë hollywoodiane që franceze, sjellin në nivelet e komunikimit masiv, popullor, sepse jemi në fenomenet e komunikimit masiv, ku bëhet fjalë për një lloj shtypi i cili flet në nivel të gjerë dhe pasojat e manipulimit të tij janë po në nivel dhe në shkallë të gjerë. Dhe këtu është zëri intelektualit që thotë kujdes, këtu po manipuloheni dhe cilat janë mjetet që kanë quar drejt këtij manipulimi. Miti është një proces parazitimi. Dhe Barthi e vë në dukje në disa nga mitologjitë e veta se si shpesh ligjërimi që përdoret në një reklam, në një publicitet të zakonshëm, qoftë dhe detergjenti, apo kremrash kozmetik, apo edhe një makine luksi që shitet, në fakt mënyra se si ato përcillen kanë brenda në marketingun e tyre, po të flasim në gjuhën e sotme, element manipulues, që e bindin blersin potencial, që nuk mund të jetoj pa këtë gjë, dhe se po bën zgjedhjen e duhur, dhe gjëja është kaq e natyrshme sa ekziston ashtu në vetvete, thuajse prej kohësh. Pra kjo dalje nga historia e jetës njerëzore është një nga rreziqet më të mëdha, ky naturalizim i fshehtë dhe absolutizues i natyrës, i botës, i sendeve të ke fundit që janë pjesë e përditshmërisë dhe tregjeve, sidomos e tregjeve tona. Sepse në fakt kam përshtypjen që nga tregu fillon gjithçka për të fituar vëmendjen, për të përfituar pastaj. Mund të themi që mitologjitë e Barthit janë
tekstet alfa janë tekstet fillesa të gjitha studimeve të marketingut. Sot, gati është kthyer në të kundërt. Natyrisht sot kemi një dije shumë të sofistikuar mbi marketingun dhe mbi komunikimin masiv, por tek Barti kemi fillesa shumë interesante dhe modelet e para të këtij zbërthimi, këtij countdowni të mitit i cili tenton të duket i natyrshëm. Shumë interesante dhe është e përmendur shpesh, për shembull, demistifikimi që i bën reklamës Panzanit të makaronave, duke treguar të gjithë elementët që në ambalazhin e këtij produkti i përcjellin blerësit francez italianitetin, aspektin mesdhetar të produktit. Element të tillë pastaj natyrisht faqen më të sofistikuar dhe në komunikime që kanë vlerë më politike se sa të tregtisë së përditshme, dhe Roland Barthes të rreq vëmendjen, mendoj politikisht shumë sakt, kur në një nga gazetat franceze del flamuri francez i nderuar, pra i nderuar në një pozicion nderimi nga një ushtar i veshur francez afrikan, pra zezak i Afrikës, duke manipuluar gazeta, duke manipuluar imazhi, natyrshmërinë e kolonizimit francez. Dhe në këtë rast, demistifikimi që sjell Barthi është një akt politik shumë i qartë për të thënë që nuk është e natyrshme kjo që shihni këtu. Ju e thatë pak më parë që titulli i botimit shqip është një titull me një ndryshim të vogël, gjithsesi, por pa e cënuar thelbin me botimin e parë. Botimi i parë i takon mesit të viteve 50 të shekullit kaluar. Mbi 60 vjet kanë kaluar ndërkaq, pra është një hendek kohor ku mund të mendohet që gjërat ndryshojnë, evoluojnë më së shumti, por le të qëndrojmë tek ndryshimi. Vetë Barthi thot në parathënie, ngacmimi më vinte nga aktualiteti, kur mendoja sistematikisht mbi disa mitet jetës të përditshme franceze. Pra jemi në vitet 50, ndërkaq libri është botuar në 2016 në Shqip. Ndërmjet këtij libri ne kuptojmë të shkuarën apo kuptojmë të sotmen, apo nëpërmjet të shkuarës mundemi të interpretojmë dhe shpjegojmë të sotmen, apo qëndrojnë akoma të njëjtat mite në kohën tonë? Nuk mund të them që qëndrojnë ndoshta të njëjtat mite, por sigurisht qëndrojnë të njëjtat prirje mistifikuese, të njëjtat teknika, të cilat për të mos thënë janë edhe më të sofistikuara dhe më të plotësuara dhe më të studiuara sot. Nga kjo pikpamje, natyrisht duke të rrequr vëmendjen mbi mënyrën e analizave që sjell Barthi, sigurisht mund ta ndërgjegjësosh më shumë këdo që e lexon, për mënyrën se si ai gjendet sot në botë dhe si gjendet i rrethuar nga produkti, nga tregu, dhe nga mistifikimi. E megjithatë, edhe disa prej miteve qëndrojnë akoma. Natyrisht. Reklama e detergjentit është eksakte e njëjta në kohën tonë. Pastrim në thellësi. Është shumë e vërtetë, apo dhe të kozmetikës gjithashtu, ajo fsheja mbas një termi për të mos përdorur thelbin në komunikim, apo manipulimet që vijnë nga posterat e fushatave elektorale, apo dhe ligjërimet e shtresave të ndryshme të përfaqësimit politik, të cilat duket sikur shpeshherë i marrin dhe përsërisin njëra tjetrën. Unë do të thoja që edhe sot mitologjit, kur është një libër shumë i lexuar dhe i studiuar në Francë, por natyrisht edhe aty vështirësia është për të shpjeguar disa nga kontekstet e epokës. Pra është e natyrshme që ne ti shpjegojmë disa gjëra, sepse dhe për vetë francezët kanë kaluar 60 vjet. Pra është një tjetër shoqëri, në një tjetër stad edhe komunikimi, edhe mjetesh komunikimi. Në siguri Barthi do kishte shkruar për iPhone-in apo për tabletat, nëse ato do të ekzistonin në epokën e tij. Por aq më tepër bëhet diçka më e vështirë kur këtë 60 vjet përpara ne përpiqemi ta sjellim në aktualitetin e sotëm edhe për lexuesin shqiptar, i cili dhe nuk e njeh një pjesë të atij realitetit. Kjo është dhe arsyeja që shpesh libri është mbushur nga ana ime me shënime më të tepërta, më shumë se çka libri vet, për të lehtësuar këtë komunikim nga një epokë. Për të shpjeguar diçka, pra parashkrimin, si themi. Dhe këtu dua të qëndrojmë pak. Në një moment caktuar e mendova se kisha nevojë për të përmbushur një kureshtje time që pse jo, po ndoshta më shumë se kaq vlen. Dua të qëndrojmë tek njëra nga eset që ka titullin Ania turistike e gjakut blu. Tregohet në fillim, bëhet fjalë për disa aristokrat
që qëngëshin mbledhur bashkë në një anije. Cila është historia, nga e cila zëfill kjo ese dhe interpretimi, i cilës ngjarje bëhet, i cilës element përditshmërie bëhet fjalë në këtë rast, kur përmendet Ania Agamemnon? Po. Bëhet fjalë, ashtu siç luan Barti me termin Ania e gjakut blu, pra bëhet fjalë për njerëz cilët janë përfaqësues, janë pinjoll të familjeve me shumë emër, aristokrate, mbretërore apo gjysmë mbretërore të Europës, të cilët në një moment të kalendarit të tyre vjetor janë mbledhur të gjithë bashkë në një anije kroqier të madhe, duke u vërtitur nëpërmes dhe, por nuk e shqetëson kjo Bartin, sesa e ngacmon vëmendja e jashtëzakonshme që shtypi francez i kushton këtij udhëtimi turistik të disa njerëzve që kanë vendosur të ndajnë një palë pushime së bashku. Pra është faktorizimi në një lajm të domosdoshëm për t'u përcjellë thuajse përdit në formë kronike në faqet e shtypit francez, a thua se kjo ishte qëllimin vetvete i shtypit dhe i komunikimit publik. Dhe pikërisht tallet me ligjërimin që qarkullon në këto shkrime, ku natyrisht për francezët nuk ka gjë më të rëndësishme se të di nëse po shumohen aristokratët e gjakut blu europian, cilën vetvete ngjajnë tmerrsisht demode në sjelljet e tyre, në mënyrën se si ata qënkëshin demokratizuar, pra nuk janë më hierarkik, por vishen me rroba të thjeshta dhe hanë vetëm pak salmon të tymosur me një gotë zverë në drek, ndryshe nga ajo silla e përshkruar zakonisht në literaturën franceze, që janë ato vakte të mbretërore që i ngjajnë një romani më vete. Hapet dhe një diskutim tjetër. Shtypi ja ka ofruar këtë material lexuesit, sepse lexuesi në fakt e do këtë material. Pra, shtypi ka, si thua, atë vedijen paraprakisht që po ofron diçka, po ofron një ushqim që do të gëlltitet. Sigurisht, po, mendoj që rënd Barti i takon atij grupi intelektualësh të cilët besojnë që shtypi ka një mision, shkrimtari ka një mision, i cili zbërthehet tek gjuha, sigurisht, dhe angazhimi i shkrimtarit për Bartin është gjuhë, por ka një mision dhe nuk mund ta shpërdoroj marrëdhënien e vet, privilegjin që ka në marrëdhënie me publikun. Pra, nuk besoj, asnjëherë nuk do të gjeni një fjali në një vepër prej mbi 5000 faqesh të shkruar për ti, në të cilin thuhet që jepini këtyre njerëzve çfarë duan, jepini këtyre njerëzve çfarë meriton. Është një intelektual i angazhuar nga fillimi në fund. Dhe prandaj e shqetëson, prandaj ka këtë lexim demistifikues me realitetin dhe vazhdimisht të rregjë vëmendjen. Unë po kujtoj këtu dhe një analizë shumë interesante që i bën recetave të gatimit të revistës Elle, në të cilën kemi shprehje të një kulinarie ekstreme, tmerrsisht të storholluar, madje dhe unë vetë hasa vështirësi në përkthim dhe më është dashur të konsultohem për të sjellë në shqip nuancat e duhura të përkthimit, thëllëz e zbukuruar me qershiza lule shtrydhes, pra gjithçka është një sofistikim ligjërimor më shumë se sa real, dhe mënyrën se si e demistifikon në gjithë këtë proces, këtë sforcim të skajshëm për të krijuar fisnikërinë në thonjza të tryezës, një shtresë e cila në fakt as nuk e përballon dot një lloj kulinarie të tillë. Dhe në këtë kuptim, Barti është shumë besnik i vetvetes, i konceptit që ka, i vizionit dhe i utopisë së vet. Dhe për këtë, domethënë, i lejoj vetes ta them, jo vetëm tek mitologjit, por që është ndër fillimet e veprës së tij, por deri në fund, pavarësisht nga fazat dhe momentet që kalon krijimtaria e tij, më ka bërë gjithmonë përshtypje një lloj besnikërie ndaj vetvetes dhe ndaj asaj që beson Roland Barthes. Dhe besoj ka qenë një mësim edhe për mua. Le të kalojmë në një tjetër prej eseve të tij, Kritik me mece dhe e verbër titullohet. Ai shkruan shtiremi si naiv, e ka fjalën për kritikët në këtë moment. Kritikën edhe të teatrit, edhe të letërsisë. Shtiremi si naiv që ta shtyjmë publikun të protestojë, e ta nxjerrim kështu nga një bashkëpërkitje pa dijeje në një bashkëpërkitje inteligjencë. Kritiku thot pra, unë që kam profesionin të jem inteligjent, nuk kuptoj asgjë, por ama as ju nuk kuptoni, atëherë jeni ju po aq inteligjent sa unë. Ky është një këndvështrim, pra është si thosh një kritik
ndaj kritikut, ndaj mënyrës se si bëhet kritik. Megjithatë, të kritikosh në këtë mënyrë është një lloj këndvështrimi, sepse jo gjithçka e sofistikuar dhe e pakuptueshme është nivel elitar, nivel intelektual. Megjithatë ai merr të mirëqen pra që po kritikohet ajo që nuk duhet kritikuar, po kritikohet intelektuali nëpërmjet një lloj anti-intelektualizmi, siç e quan ai. Për të bërë një paralele me kohën tonë, me Shqipërinë, kam përshtypjen që kritika këtu tek ne në këtë moment qëndron komplet në skajin e kundërt. Vlerësohet gjithçka që është sa më inferiore ti dhe mundur. Po për këtë keni drejt, unë do t'i ndajëm pak si fenomene. Barti i drejtohet asaj lloj kritike dhe atij ligjërimi kritik, gjithmonë që shkruan përgjithsisht në komunikimin masiv, pra nuk do të harrojmë që bëhet fjalë për një kritik të komunikimit masiv, e cila shpesh është e pa emancipuar në raport me ndryshimet shumë të forta që po vinë në realitetin e skenës, është e pa apo të romanit francez, apo të tërësisë franceze, apo dhe të europiane, po natyrisht Barti e ka fokus të francezja, të thotë që kemi të bëjmë me një letërsi e cila është fort e emancipuar, me shkrimtar shumë të kultivuar, të cilët pasi njohin shumë mirë letërsinë dhe traditën klasike dhe gjithë rrugtimin e letërsisë franceze, kanë optuar për një ndryshim, për një kthes të fortë konceptuale, e cila natyrisht që sjell një tronditje. Dhe sjell një thyrje në perceptim, nxjerr lexuesin nga rehatia e leximit automatik dhe e fut në një sfidë të re. Në fakt, arti i madh është gjithmonë një sfidë e bukur. Dhe në këtë kuptim, nëse kritika ka rolin e ndërmjetëm për të shpjeguar këtë kalim nga vepra tek lexuesi, kritika mendje lehtë, po themi, kur ndjehet vetë pa përgatitur për ta marrë këtë ndryshim dhe për ta përcjellë tek lexuesi, në vend që ndoshta të thellohej pak më shumë mbi fenomenin, kishte gjetur një metodë më të lehtë për të siguruar bukën e përditshme të tipit. Kjo është një gjë e çuditshme, unë se kuptoj, po me që se kuptoj unë, nuk më së mërzisni që nuk e kuptuat as ju. Dhe këto thet ajo bashkëpërkitje midis spari një refuzimi, i cili është sa estetik, aq edhe konceptual, dhe mënyra se si do t'ja përcjellësh publikut këtë refuzim. Është një mënyrë për t'i thënë, lëre mos u merr me këtë gjë. Është më interesante, është më e thjeshtë, është më tërheq më shumë vëmendjen mbi vete nëse kritikon diçka. Por tashmë të kalojmë të kundërtës. Natyrisht që unë do të kishte qenë shumë interesante ta përfituar Landberg duke shkruar një mitologji për kritikën që ju flisni sot. Leoni them që në pjesën më të madhe, nuk dua ta absolutizoj, unë ndjek, dhe kjo lloj kritike në përgjithësisht një kritik masive që komunikon përmes shtypit të përditshëm masiv, dhe është një kritik që nuk bëhet nga kritika. Unë nuk identifikoj në pjesën më të madhe emra autorësh, emra kritikësh, të cilët në profesion, në formim dhe në sfidën e tyre profesionale kanë aktin kritik. Por më së shumti i shoh ose si gazetar të cilët kanë detyrën të mbajnë një faqe kulture, që është një sfidë tjetër dhe një punë tjetër, që nuk ka të bëjë me rolin e drejtpërdrejtë kritikës. Le t'i lëmë më një gazetarët, kolegët, sepse nuk është problemi aty, janë të tjera ta. Prandaj po them që nuk jam duke vënë në fokus gazetarin e kulturës, sepse ai ka tjetër rol. Nuk ka rolin e kritikut. Kritiku është zë tjetër, është profesion tjetër. Gazetari i kulturës i hap hapësirën për zërin e kritikut. Prandaj nuk ja vë atyre përgjegjësinë. Është lloji i zërit të kritikut që vendoset aty, që unë nuk identifikoj me atë shtresë kritikës profesionale që spaku unë njoh dhe që shumë pak ja gjej zërin në këtë shtyp masiv, më kuptoni, sepse kritika është një kritik që zhvillohet në revista profesionale, por që ka komunikimin shumë të ngushtë dhe shumë brenda komunitetit, midis shkrimtarëve dhe kritikëve, dhe jo duke ushtrirë në këtë komunikim, në këtë hallk me publikun. Dua të vë këtu në dukje, nisur dhe nga përvoja ime personale, ndoshta jo reale, nuk kam më kohë të t'i kushtohem kësaj lloj kritike, por më parë, kur më është dhënë kjo mundësi, e kam gjetur veten të paragjykuar nga drejtuesit e mediave si një njeri që nuk meriton as shpërblim, as respekt për punën dhe kontributin që sjell. Në këtë kuptim, përveç se e mbajmë larg kritikën profesioniste, edhe e fyejmë dhe e bëjmë që t'jetë krejt indiferente
dhe të mos ndërhyjë në procesin letrar aktual, duke ndërmjetësuar dhe duke ndihmuar leximin e veprave në raport me publikun. Për aq kohë sa kjo gjë nuk do të ndrojë, për aq kohë sa ne nuk do të afrojmë kritikun profesionist në komunikimin masiv, ne do të vazhdojmë të lexojmë gjëra të çuditshme, kryevepra të jashtëzakonshme me titull Lotët e shiut. Do të ndryshojmë temën duke qëndruar sërish tek letërsia. Një prej eseve të Roland Barthit, jashtëzakonisht interesante, që unë e përmenda në fillim të emisionit, titullohet Romane dhe fëmijë. Diçka në lidhje me përmbajtjen e kësaj eseje dhe interpretimin që Roland Barthi bën fenomenit të shkrimtarëve. Edhe këtu Roland Barthi nuk i intereson fenomeni i shkrimtarit me vete. Është i shumë emancipuar, shumë i hapur. E ka patur karakteristikë në tij dhe në karakterin në natyrë, por përsëri merr spunto nga mënyra se si revista Elle trajton fenomenin. I bën përshtypje pra mënyra se si vihet në dijeni publiku për ekzistencën e shkrimtarëve femra në Francë, të cilat kanë ekzistuar prej gjithmonë, ka qenë një nga letërsitë me zëra më femror, po ta krahasojmë me letërsitë të tjera nga një radhë, së bashku me atë anglezen, por nga ana tjetër me mënyrën se si i del për zot tashmë gazeta revista Elle ekzistencës së këtyre zonjave shkrimtare nga një radhë dhe të mënyrës se si do t'i modifikohet perceptimi publikut në raport me këto shkrimtare. Pra, çudi e madhe, ne pas kemi shkrimtare femra, të cilat në asnjë rast nuk duhet i mendojmë jashtë kontekstit të tyre të detyrës sociale femërore. Do thotë që duhet jenë së pari nëna, do kenë bërë fëmijë, bashkëshorte, mundësisht jenë marrë me të gjitha detyrat shtëpiake dhe në ato grimcat e kohës së lirë që ju mbeten, po mirë, po i tolerojnë të merren dhe me ca lojra burrash, siç është të shkruari. Dhe me këtë e provokon vazhdimisht dhe thotë kanë pjell romane dhe fëmijë, pikërisht për të krijuar këtë provokim në nivel gjuhësor, sepse këtu e ka dhe gjithë sharmin dhe forcën stili Barthit, duke krijuar provokime dhe paradokse në lexim që pikërisht të bëjnë të kuptosh teprin në komunikim dhe atë keqkuptim të madh që ndonjëherë na krijohet ose i krijohet lexuesit përmes qasjeve të quhet gabuara ose të tepruara. Ironin e tham disa herë, përmendëm ironin si element të pranishëm në esetë e Barthit. Për ta ilustruar, do të lexoj një copës nga një ese, dhe sërish doja që të flisnin në lidhje me këtë element dhe me vlerën e këtij elementi si mënyrë për të kritikuar diçka. Fragmenti që do lexoj është ky. Të thuash që omo është fjala për detergjentin. Të thuash që omo pastron në thellësi, do të thotë se të linjtat kanë thellësi, gjë për të cilën nuk na kish vajtur mendja më parë dhe që padyshim i lartëson, i përcakton si një objekt miklues ndaj atyre shtysave të errta të mbështjella me ledhatime që gjenden në çdo trup njerëzor. Ironia pra si një zgjedhje për të kritikuar ose për të ngritur probleme. Po sigurisht, duhet futem pak në kontekstin e natyrës së komunikimit francez. Francezët janë përgjithsisht një popull që i pëlqen shumë ironia dhe e përdorin, pra reagojnë mjaft mirë ndaj ironisë. Është një mjet i mirë komunikimi për ta dhe ashtu siç ja u do tradita e tyre më e mirë, një mjet shumë i mirë ngacmues, demistifikues dhe kritikues. Dhe në këtë kuptim, Barthi bëtoja vetëm sa e sofistikon. Barthi është i tillë vetëm në këtë libër apo në krijimtarinë e tij ai e përdor ironinë? Sa herë që do të jetë kritika ai do ta përdori. Sa herë që i lipset, por natyrisht ka vepra që nuk afrohet ironia, nuk janë në role kritike. Por mendoj që është një nga mjetet më të mira që ka zgjedhur për të komunikuar, sepse nga njëra anë kritikon, nga ana tjetër nuk e shndron në një luftë, por përmes ironisë tërheq shumë më mirë lexuesin dhe krijon empati të tekstit me lexuesin e tij për të trajtuar së bashku këtë demistifikim, këtë proces demistifikimi. Dhe është një lojë shumë inteligjente, të cilën ai e ka bërë me mjaft mjeshtri. Megjithatë do të thoja që aty ku, siç e bët ju dhe ju pyetja në fillim, që sigurisht disa mitologji dhe kanë rezistuar.
kritika kur trajton disa nga mitologjitë e Bartit që duket që ai i ka patur më për zemër se fenomeni quhen mitologji të lumtura. Kështu është emri, termi që vjen dhe nga frëngjishtja, ku duket sikur Barti i ka trajtuar si fenomene, sepse janë të tilla, janë mitologji, por ato janë të mveshura me një lloj afekti që te i kalojnë manipulimin, siç është rasti i mitologjisë bota ku luajm keq, apo turi i Francës, ai gara e famshme ciklistike franceze që bëhet çdo vit, e cila është pikërisht një mitologji e lumtur, pra është një mitologji pozitive, ose dhe për makinën e famshme Citroenin e famshëm DS, në të cilat ai është më i butë në ironi dhe është më tepër, si thua, një rishkrues empatik, se sa është një demistifikues i fortë, i ngacmuar, i thyer ndoshta dhe që kërkon ta janë induktoj këtë ndjesi revolte edhe publikut. Do të shtoja këtu dhe një mitologji tjetër interesante, po kështu të bukur, për kullën e Eiffel, e cila nuk ndodhet në këtë përmbledhje, sepse nuk ka qenë pjesë e përmbledhjes dhe zhbotuar nga vetë Barti shumë më vonë, pas viteve 70, po ndoshta kur të vijoj botimi i veprës, Barti mund të jetë pjesë e leximeve. A ju të ndërmend të vijoni përkthimin e veprës së Bartit? Fjala vijoj është shumë e rrezikshme, sepse Barti ka një seri shumë të gjatë veprash, natyrisht vepra, botimi i parë ka ardhur në penën dhe në përkthimin shumë profesional të profesor akademik Recep Ismailit në Kosovë. Ai tashmë ka një botim të dytë, në të cilën është përfshirë botimi i parë, aventura semiologjike, bashkë me disa tekste të tjera. Pra, ne kemi tashmë në Shqip një tekst i cili është tekst pune për studentët e fushave letrare, gjuhësore dhe komunikuese, dhe ky do të ishte mitologjit është një tekst i dytë që do të ndihmojë shumë, sidomos studentët e gazetarisë dhe të komunikimit, por dhe studentët e letërsisë dhe gjuhësisë që studiojnë semiologji për të kuptuar fenomenet nga pikpamja profesionale, sepse libri shoqërohet me një pasthënie, me një pjesë të dytë teorike nga vetë autori që shpjegon procedimin dhe fenomenin e mitit, tashmë nga pikpamja shkencore që ne nuk po e trajtojmë këtu. Që sigurisht nuk do të hyjmë. Pra, e kam fjalën që kemi tashmë dy vepra të Bartit, të cilat ndihmojnë me njohjen e tij, dhe të them të vijoj është e rrezikshme sepse ka shumë vepra të tjera të cilat janë dhe shumë të ndryshme në natyrë nga njëra tjetra dhe kërkojnë një parapërgatitje të mirë për të punuar. Ajo që karakterizon tekstin e Bartit është një terminologji në zhvillime sipër, është një shkrimtar, është një autor i cili e investon në mënyrë shumë kreative termin, pra e ndërton termin. Më çuat pikërisht tek pyetja që kisha ndërmend të bëja. Procesi i përkthimit, terminologjitë sapo thatë që ishin në ndërtime sipër, në frëngjisht. Çështja e termave në Shqip, në fakt, unë e kam diskutuar edhe në herë të tjera në bibliotek, me përkthyes të fushave të tjera, të themi për arkitekturën, pra termat e arkitekturës në Shqip kanë qenë të diskutueshme sepse nuk janë të zgjidhura, por dhe në rastin e Bartit, edhe sikur të mos ishte një terminologji në krijim e sipër, fusha që ai cek ose fushat që ai cek, nuk janë fusha të krijuara në Shqipëri, nuk janë të elaboruara në Shqip. Si ka funksionuar procesi? Çfarë keni bërë ju për t'i sjellë në Shqip termat? Keni krijuar, keni përshtatur? Le të themi që tek rasti mitologjive nuk është se kemi një terminologji që shndrohet në sfidë të madhe, ndërkohë që elementet e semiologjisë, pra kjo pjesa e dytë teorike, tek e fundit kemi një përvojë që na vjen nga përkthimi i teksteve të Saussurit dhe të gjuhëtarëve apo të profesionistëve të tjerë nga këto fusha që tashmë profesorë të gjuhësisë dhe specialistë të komunikimit, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, në një farë mënyre kanë sprovuar dhe i kanë sjellë këto terma. Dhe detyra në këtë rast e imja dhe një përkthyesi që vjen në këtë stad është që së pari të verifikoj mënyrën se si kanë ardhur termat deri aty dhe nëse ato përputhen 100% me atë që ai e quan të përshtatshme, ti ruaj ato. Po në këtë aspekt ju keni gjetur? Po natyrisht. Material të gatshëm? Po sigurisht. Domethënë së paku terminologjia që na vjen siç e thash nga tekstet gjuhësore, nga gjuhësia moderne në një ran,
tradita shumë e mirë që hapi vetë profesori Xhepi Ismaili në përkthimin e termave bazë në librin Aventura semiologjike, më lejuan që të mos kem dilema shumë të forta për disa nga termat e përdorur në materialet e mia. Por, unë vetë kam arsytuar, madje edhe kam butuar kumtesa në lidhje me sfidat e përkthimit të veprës së Bartit, dhe në përkthimet e ardhshme të Bartit, përkthyesi, kushdo që tjetë, do tjetë vazhdimisht në dilema dhe duhet të tregohet shumë kreativ në mënyrën se si do të përkthehet. Është një proces, është një rrugë e gjatë. Është një proces sepse termat investohen dhe janë termat të zakonshëm. Pra nuk janë koncepte që na vijnë gjithmonë nga shkencat, por janë shpesh terma të inventuar, të shpikur, të stisur nga vetë Barti, terma operacional për të zhvilluar iden që ai ka dhe për të emancipuar së brendshmi një proces mendimi. Kështu është rasti për shembull një teksti që është shumë interesant për të përkthyer që quhet Kënaqësia e tekstit, ku vetë në shqip fjala kënaqësi përmban potenciale të cilat në gjuhën frënge janë në dy fjalë të ndryshme. Atëherë, përkthyesi do t'i duhet të punoj shumë fort për të gjetur nuancime që do t'i përshtateshin një përkthimi të mundshëm. Prandaj them që është një proces shumë kreativ, sikundër se çdo përkthim, është një proces krijues, por në rastin e Bartit, i cili nuk është një teoricien i pastër i letërsisë, por është një teoricien i cili e shkruan teorinë si fiksion, dhe për mua kjo është dhe një nga cilësitë e tij të jashtëzakonshme, e bën shkrimin e teorisë një mise en scène, një teatr, një skenë mbi cilin ndërtohet një fiksion. Kjo e bën shumë veçantë në historinë e teorisë dhe në historinë e letërsisë franceze, saqë e bën edhe të vështirë, pastaj dhe shumë sfiduese edhe në përkthim. Sërish dhe pak tek procesi i përkthimit, kam vënë re që një pjesë të gjithë emrat që janë të përmendur në këtë libër të Bartit, ju i shkruani sipas parimit fonetik. Pra, shkruan siç lexohen. Në disa raste, jo gjithmonë, por në disa raste ju e fusni emrin origjinal në klava. Në rastin e Jules Vernit, për shembull, nuk e vini. Kjo është një temë për diskutuar, është një i ende pa pika, pra nuk ja kanë vënë pikat mbi gjuhëtarët në këtë aspekt. Çfarë mendoni? Pse keni bërë këtë zgjedhje? Atëherë, mund ta kisha patur ndoshta më të lehtë nëse unë do të përdorja formën që të vihet emri, ashtu siç është, bashkë me vizën që pastaj e përfshin në lakimin e shqipes. Për ju, por jo për lexuesin. Pikërisht. Kjo ishte ajo që mendova, thash për mua është më e lehtë nga pikpamja dhe që do dukem më korrekte në mënyrën se si kam paraqitur emrat. Kjo është një zgjidhje që keni bërë, por të themi çfarë sugjeroni, pra mendoni që duhet të vazhdoj kështu? Por sa kohë nuk është marrë një vendim, të themi. Duhet ta diskutojmë. Vërtet nuk mundet që do të thënë një apo dy individ ta zgjidhin këtë. Duhet të jetë një vendim që do të merret në nivel institucional, ku të ftohen specialistë të gjuhësisë dhe të përkthimit dhe të arsimit. Ama duke marrë parasysh edhe lexuesin, që mos t'ia vështirësojmë. Sidomos duke marrë parasysh lexuesin. Kjo ishte ajo që më shtyu, thash, jo, këtë rast duke llogaritur që ky libër do të jetë dhe tekst studimi, do të jetë një libër pra për studentët, thash, t'ja bëj sa më të lehtë jetën studentit kur punon me librin dhe mos ja ndërlikoj atij mënyrën se si do ta studioj tekstin dhe do të nxjerrë të dhëna dhe informacion prej leximit. Dhe për këtë arsye u tregova më tradicionale, pra respektova formatin zyrtar të themi që vjen, ku emri shkruhet sipas parim fonetik, por duke sinjalizuar në klapa, kur përdoret për herë të parë edhe trajton origjinale të shkruarit. Pra vetëm kur përdoret për herë të parë, se ne me Jules Vernin jemi familiarizuar gjithjetën. Ndërsa, ky parim thotë që për emrat të cilët kanë hyrë prej kohësh dhe janë bërë tradicional në kulturën shqipe, ato shkruhen vetëm ashtu siç janë. Pra, nuk ka nevojë që ne të shpjegojmë tashmë, të japim gjurmën e Dantes, apo të Homerit, apo të Petrarkës, apo të Shakespearit, apo të Jules Vernit, apo të Balzacut. Ato janë një marrëdhënie tashmë e brenda shkruar sistemit ton të kulturës. Pra, e trashëgojmë vetë mënyrën se si shkruhen këto emrat për brezash. Ndërsa kur emrat shfaqen për herë të parë ose relativisht të pastabilizuar, atëherë mund të përdorim këtë parim. Mbetet për të diskutuar, sidomos po të ngrejmë pikpyetjen e komunikimit të sotëm, i cili është një komunikim përmes rrjetit, përmes internetit. Sa ndihmojmë një student të bëj një research, të bëj një kërkim, nëse japim emrin e sjell në shqip sipas parimit fonetik. A e ndihmon studentin të bëj një kërkim kur shkruan
Jules Verne ashtu si lexojmë në Shqip, apo i duhet i themi kujdes, kërkimi i Jules Vernit në rrjet, në gjuhë të huaj, apo i një autori, i një kritiku apo teoriceni? Është një temë ende në diskutim. Sigurisht, shpesh rrjetet kanë mekanizma për t'i kaluar këto diferenca dhe këto vështirësi. Po të shkruash Umberto Eco me K, rrjeti të ndihmon edhe në cënë, por të shkruash Shakespeare dhe Shakespeare janë dy realitete shumë të ndryshme gjësore. Megjithatë, rrjetet shpesh shkojnë vetë, pra edhe ata që mendojnë mbi kërkimin, janë e njohin këtë vështirësi. Sepse me sa duket nuk është problem vetëm shqiptare. Sepse nuk është vetëm problem. Jemi duke ju afruar fundit dhe unë do doja ti ceknim dhe disa gjëra të tjera që mendoj se janë interesante në lidhje me Bartin dhe krijimtarinë e tij, por jo vetëm, por do doja përgjigje sa më koncize. Për shembull, është një libër i tij, është një titull i jashtëzakonshëm, që është shumë komun, shumë i njohur, që është Vdekja e autorit. Mund të shpjegojmë diçka, si kam përshtypjen se është një nga veprat e rëndësishme të Bartit. Çfarë do thot ai dhe diku kam lexuar një shprehje, një titull tjetër shkrimtar dhe shkarashkrues është përkthyer në shqip. Profesor Mark Marku. Lidhen të dyja konceptet në këtë rast, a shkojnë, kanë pika të përbashkëta, çfarë mund të thuhet? Atëherë, shumë shkurt, është një artikull, Vdekja e autorit është një artikull, po në fakt mund ta quajmë dhe si vepër, sepse ka vërtet një rol dominant. Ajo vjen në kontekstin e një debati shumë të fortë që ka nisur mes shkollave kritike. Midis asaj që quhet kritika e re dhe kritika e vjetër, kritika e vjetër shumë tradicionaliste, gati e mbyt letërsinë dhe kërkon që studiuesi dhe kritiku të ketë për sfidë jetën e autorit dhe çfarë ka menduar autori. Ndërkohë që kritika e re është një kritikë e tekstit, ku i jep valencë, pra jep rëndësi tekstit dhe qasjes të lexuesit me tekstin, pra lirisë së leximit dhe asaj që i quajmë ndryshe polivalencës së leximit, pavarësisht ose jo në mënyrë aq të varur dhe skllavëruese, sa që kërkonte kritika tradicionale. Ky është një debat kritik, Barti madje ka bërë një libër që titullohet Kritik dhe e vërtet, pikërisht përfshirë në një debat të tillë. Atëherë, Vdekja e autorit është gati një shpallje, një verdikt në cilin shpjegohet përmes termash konceptual se si marrëdhënia autor-vepër lexues duhet i lërë vëndi një marrëdhënie të re, një vargu të ri konceptual, që është shkrimtar, pra shikoni diferencën, autor, shkrimtar. Autor, ai që lidhet me jetën e vet dhe me biografin, shkrimtar, ai që përfshihet në procesin e shkrimit, pra kemi të bëjmë me aktin skriptural, pra është një gestualitet shkrimor, që lidhet me konceptin e tekstit, pra jo më vepër për tekst, dhe me këtë lexues, i cili merr një rol shumë të emancipuar, pra i besohet më shumë lexuesit në raport me veprën, me raport me strategjit dhe potencialet e leximit, dhe lexuesi dalë nga fundi i veprës së Bartit do të marrë dhe një emër shumë të bukur që në shqip është pak me dy kuptime, por që quhet amator. Pra amator, ai që dashuron, pra është dashuruesi i tekstit, është dashuruesi i letërsisë që hyn thuajse në një rol të ngjashëm nën shkrimor, si që ka autori. Pra, ne lexojmë veprën duke rishkruar së brendshmi, thotë Barti. Kemi leximin tonë individual. Kjo Vdekja e autorit është një akt emancipimi që kërkon një konceptualitet të ri në marrëdhënie me veprën letrare, e cila shndrohet në një fenomen më të gjerë që quhet tekst. Ndryshe e thënë, mund ta themi kështu, është pyetje. Tashmë libri nuk është më i autorit, po është i lexuesit? Në një farë mënyrë ka më shumë pavarësi dhe libri është i shkrimtarit dhe jo i autorit. Kjo është një diferencë shumë e madhe. Megjithatë, le të themi që shkrimi artikulli vjen në një epokë në të cilën përfshihen intelektual të ndryshëm pikërisht për të zbehur këtë supremaci artificiale që i është dhënë autorit dhe që në një farë mënyrë po i merrte frymën marrëdhënies me letërsinë dhe me artin. Kemi Foucault, për shembull, që është një emër shumë i rëndësishëm që trajton pikërisht këtë gjë. Kemi librat e tekstet e Umberto Ecos që trajtojnë pikërisht të njëjtën gjë. Pra, jemi në një epokë, në një kontekst të caktuar të debatit intelektual europian. Më vonë është shumë interesante, Barti kthehet me shumë kujdes kësaj formule, kësaj deklarate, dhe në parathënien e një libri shumë interesant që i kushtohet Sadit, Furjes dhe Loyolës, ai shkruan se si
tashmë ka ardhur koha për një rikthim miqësor të autorit përmes një fenomeni shumë interesant që je quan biografema, pra elementet e biografisë autorit që vinë si elemente tekstual brenda veprës, po jo si artifice që ne duhet t'i mbajmë parasysh kur lexojmë veprën e autorit. Mund të them që personalisht kam qenë një nga lexueset që e kam mirë kuptuar shumë mirë këtë ndërhyrje, këtë deklaratë të vdekjes së autorit, sepse vi vet nga një brez ku ende në mësimdhënien e letërsisë këngule jashtëzakonisht fort tek jeta e autorit. Dhe që duhet të mësonim dhe të dinim thuajse me detaj gjithçka, deri tek trishtimet dhe aventurat e tij dashurore, tek emrat e të dashurave dhe tek megjithatë janë elemente shumë interesante dhe sidomos për shtypjen e shkruar, shtypjen në përgjithësi. Janë interesant, por nuk mundemi të mbetemi aty. Pra edhe shpjegojnë diçka në lidhje me veprën, patjetër. Mënyrën, konceptet. Nuk mendoj që ajo që ku duhet të rreket, të shkojë leximi edhe ai masiv publik është përvoja estetike në raport me tekstin. Për tekstaj mund të vjelim dhe informacione të tjera, por është e rrezikshme, për mua është kategorikisht e gabuar, dhe sidomos nuk duhet ta përdorim në shkolla, metodologjinë që të kërkojmë te teksti autorin dhe jetën e autorit, e varfërojmë jashtëzakonisht përvojën estetike të tekstit, e bëjmë letërsinë një orë të mërzitshme dhe artificiale. Ndërkohë që gjurma e përjetimit estetik që do t'i linim në raport me tekstin, ajo është e pashlyeshme dhe ne garantojmë një përcjellje të mirë të kulturës sonë dhe trashëgimisë sonë të shkruar, jo vetëm shqip, por dhe atë në nivel botror. Ersita, do t'ju pyes pikërisht për biografinë e Bartit për te letërsisë. Është lidhja shumë e bukur. Barti ka, mund të them që është një, gati u bë një personalitet i jetës akademike franceze, pa qenë një akademik klasik. Është një fëmijë rritur jetim, sepse babai i tij vdiq në ato zhvillimet e luftës parë botërore, pra është një fëmijë që është tmerrsisht i lidhur me tjëmë dhe ka një marrëdhënie shumë të veçantë, shumë të strukturuar, do të thoja, me nënën e tij, gjë që ka ndikuar atë gjatë gjithë jetës, dhe në një farë mënyre duke qenë edhe i smur gjatë luftës së dytë botërore nga tuberkulozi, pra që është ende një smundje vdekjepruse dhe shumë e rrezikshme, ndoshta me një shëndet të brisht, e bëri atë njeri që t'i ndërpriste studimet, t'i rikthehej më vonë formimit dhe rrugtimit të tij universitar, dhe ai i kthehet universitetit përmes Collège de France, që është një nga shkollat famshme franceze, tashmë mbasi ai është pjekur në një rrugtim, i cili është pikërisht ky rrugtim të cilin u përpoqëm ta cekim edhe këtu, i një njeriu që kërkon të emancipojë qasje të ndryshme ndaj tekstit, ndaj teorisë letërsisë, ndaj kritikës, miteve, komunikimit masiv e tjera me radhë, edhe komunikimit dhe semiologjisë, duke mos ardhur nga rrugtimi klasik, duke e bërë atë një pedagog shumë të dashur, një intelektual, ndër të tjera edhe i Ibrahim Rugovës, për shembull, dhe pavarësisht se nuk shpjegon asgjë për veprën e Bartit. Jo, është nuk ashtu, por ndër shumë breza intelektualësh themi që kanë mësuar dhe kanë studiuar me të, sigurisht ka qenë dhe Ibrahim Rugova, dhe madje unë kujtoj që kur Ibrahim Rugova ndroi jetë në shtypin francez, në titujt e mëdhenj të shtypin francez që kanë trajtuar me një respekt të jashtëzakonshëm figurën e Rugovës, u shpreh pikërisht ky detaj. Pra, Ibrahim Rugova, nxënësi Bartit, ndroi jetë, për të treguar se sa të rëndësishme edhe vetë, se thua, shoqëria franceze e ka këtë detaj dhe këtë aspekt. Dhe në këtë kuptim, rrugtimi i Bartit është shumë interesant. Ai i vjen jetës akademike në një farë mënyre për ta emancipuar atë dhe për të sjellë një lexim ekstramuresh brenda Universitetit francez, i cili natyrisht në këtë periudhë nuk është vetëm Barti, janë 10 personalitetet forta që së brendshme është Julia Kristeva, është siç e thash Michel Foucault dhe Gilles Deleuze, janë dhe një radhë shkrimtarësh të cilët në një farë mënyrë emancipojnë dhe fusin publikun dhe jetën kulturore franceze përfundimisht e përgatisen drejt shekullit 21. Unë mendoj që origjinat, zanafillat e këtyre ndryshimeve forta janë pikërisht në këtë epokë.
Barti nga ana tjetër është një njeri shumë diskret. Është botuar një libër mbi jetën e tij pas vdekjes? Ai ka lënë 2-3 shënime, të cilat janë botuar në lidhje me vdekjen e tjemës. Është njëri që është vërtet shumë prekës, sidomos për ata që e din lidhjen që ai ka patur. Është një libër tjetër mbi një udhëtim në Kinë, mbi cilin ai foli pak. Në fakt lista e botimeve të Bartit është e gjatë, siç tham. Neve po i afrojmë fundit, ju afruam fundit. Sigurisht më vjen keq që i vim fundit, sepse do të kisha vërtet shumë gjëra për të folur për Bartin. Do të doja të kujtoja në këtë rast edhe faktin që të vë në dukje dhe homoseksualitetin e Bartit, i cili mbeti në fakt, ashtu siç e thash, shumë diskret, dhe një homoseksualitet i pashprehur publikisht kurrë, madje gati e ka patur tabu këtë komunikim, dhe vetëm pas vdekjes së tij, dal nga dal, u fillua të përmendej edhe ky fakt, po e them këtu këtë gjë pikërisht për të tërhequr vëmendjen edhe të shoqërisë shqiptare, që ti mos i paragjykoj njerëzit, se mbrapa emërtimesh që ne shpesh i përbuzim, ka intelektual, ka njerëz të jashtëzakonshëm dhe vepra madhështore që në një farë mënyre ju detyrohemi të gjithë për atë ndikimin dhe kontributin që kanë sjellë në shoqërinë tonë. Zonja Aslani, faleminderit që ishte në bibliotekë. Faleminderit që dhe në emër të lexuesve të interesuar, faleminderit që keni sjell Bartin në Shqip. Shpresoj të mos jetë i fundit. Të dashur miq, mbritëm kështu në fund të bibliotekës. Folëm me Persida Aslanin, përkthyesën e librit të Roland Bartit, Mitologjitë moderne. Ju falenderoj që na ndoqët dhe ju kujtoj takimin pasardhës. Deri atëherë, mirupafshim.